Sot do ndomi ta shohim situatën e zgjedhjeve të Maqedonisë, për shkak se u mundua të paraqitet një pasqyrë e rrejshme. Një pasqyrë e rrejshme në lidhje me zgjedhjet e Maqedonisë. Gjithashtu ju që jeni të vlezë, që e lagni fytin ka pak, pyet në 20 me gjitë. Tim Shkupi nuk bën kompromis. Nuk u bë 2017, 2021, 2024 me mbetje turko-osmane në Maqedoni. Tim Shkupi nuk e konsideron shqiptar, as Bilal Kasomi, as Azizogun, as Gashioglu. Gashioglu është deputica e Kosovës. Ai ka thonë nuk ka paqe në Ballkan pa implikimin e shtetit Turqisë. Janë fakte, provat, argumente. 20 me gjitje e tesë, Tim Shkupi mund bashkëtoj edhe me një Gashioglu, edhe me një Azizoglu, por e kanë kusht të thirrën se kush janë. Nëse janë turq, të thirrën si turq. Nëse janë shqipfolës me fe të turkut, dhe ta mbrojnë kush janë, po jo mu thirrë në emër shqiptar, të Zurretit Ilir, Miletit Skënderbej.